Nga Universiteti i Shkodrës, Luiq Gurakuqi, Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro përcolli urimin për nisjen e vitit të ri akademik për të gjithë studentët dhe pedagogët në mbar vendin e në mënyrë të veçantë për të rinjtë që këtë vit nisin rrugëtimin e tyre në arsimin e lartë. 19.671 studentë janë regjistruar deri dje, sepse ju e dini që regjistrimet vazhdojnë, po mbyllet raundi 2, do ketë një raund të tretë, janë regjistruar deri dje në universitetet shqiptare për herë të parë për të nisur një rrugë të re profesionale, por edhe një rrugë të re njerëzore. Pa diskutim që uroj sukses se gjithë studentëve dhe të viteve të tjera më të larta të Universitetit Luiq Gurakuqi, një dekadë pas asaj shkundje të vitit 2014-2015 të sistemit të arsimit lartë, ka ardhur koha për të rishikuar ligjin e arsimit lartë. Një përvojë 10 vjeçare tashmë e studentëve, e pedagogëve, institucioneve të arsimit lartë, e botës akademike, por edhe e politikbërjes, na përballë me të tjera nevoja për ndryshime për t'ju përgjigjur sfidave të kësaj kohe që po jetojmë. Lidhur me sfidat dhe objektivat e këtij viti akademik, ministria theksoi rëndësinë e profilizimit të universiteteve dhe hapjes së programeve të reja të studimit në përputhje me kërkesat e tregut të punës. Kumbaro tha se pas 10 vitesh nga reforma në arsimin e lartë, është tashmë i domosdoshëm rishikimi i ligjit me qëllim përshtatje ndaj realiteteve dhe zhvillimeve të reja.